Për sa i përket të gjithë projekt vendimeve që është shprehur prefektja, po të i rikthehemi mbledhjes kaluar, ato që ka shprehur prefektja duke i nxjerrë si akt karakter individual ose duke mos e shprehur ligjmëri në realitet, janë të gjitha ato fjalë që ne kemi diskutuar dhe kemi pas debate në mbledhjen e fundit. Ato që kemi thënë në mbledhjen e fundit duhet ishin marrë parasysh. Dhe ja ku jemi në këtë situatë sot. Nuk është herë e parë që jemi në këtë situatë, jemi shumë herë në këto situata, se shumë gjëra ja u kemi thënë dhe ju vazhdoni me arrogancë, me këmbgulje, me kokforci për t'i çuar deri në fund dhe fundi dihet kush është. Fundi është paligjshmëria. Ju kam kërkuar mbledhje të kryesisë përpara se të bëjë mbledhje kryesisë për rendin e ditës. Ja u kam kërkuar 10 ditë përpara duke pasur të gjithë dokumentacionin nga ana e prefekturës për të diskutuar shprehjen nga ana e prefektes. E lam që do të diskutonim në mbledhjen kur kemi diskutuar për mbledhjen e radhës dhe u kam thënë në mbledhjen e radhës kemi pasur debat në mbledhjen e kryesisë dhe u kam thënë siç i keni kthyer për Vlora Investin prefektes, janë dhe 3 projekt vendime të tjera që duhet t'ia kthenin pasi nuk e kanë marrë ligjmërinë. Mënyra e shprehurit prefektes, akti karakterit individual për këto projekt vendime nuk gjenden në asnjë ligj. Dhe pjesa më e keqe dhe më arrogante është kur prefektja vazhdon shkeljen kur e kupton që ka shkelje. Prefektja duhet shprehet o e ligjme o e paligjme. Në relacionin që prefektura u ka prur për Vlora Investin u thot, rikaloni Vlora Investin në këshill. Ju si këshill bashkiak, juve po e ktheni prefekturës për të shplehur ligjmëri. Prefektura është shprehur. Akti karakterit individual, jemi ne që vendosim. Bashkë me pjesën e Vlora Investit ne duhet i kthenim edhe projekt vendimin numër 22, edhe projekt vendimin numër 23, edhe projekt vendimin me numër 24, edhe projekt vendimin me numër 25 për sa i përket pjesës së baseneve ose pjesës së porteve. Zoti Gumbardi në Komisionin Juridik dhe në Komisionin e Financës në muajin shkurt e ka shprehur të gjë si problematik dhe te Komisioni Shërbimeve, kemi diskutuar ne me kryetarin me zotin Leskaj në atë kohë për këtë pjesë për ta futur. Dhe ja u tham që bie ndesh me VKM-n, nuk na e morët pra parasysh. Dhe këtu prefektja ka gabuar, nuk ka 4 pika kalon, 1 pikë nuk kalon. Por edhe në qoftë se duam ta marrim parasysh si është shprehur prefektura, në fund të shkresës së relacionit ka thënë, prefekti i Qarkut orienton Këshillin Bashkiak që në mbledhjen e radhës të marrë masa për rregullimin e paligjshmërisë së konstatuar nga ana e institucionit prefektit të Qarkut. Dhe sot që jemi në mbledhjen e radhës nuk e kemi marrë masat, nuk e kemi këtë për të sistemuar. Po vazhdoni, po gaboni. Dhe problemi nuk është se po gaboni dhe po gjykoni politikisht, duhet të gjykojmë për një të mirë publike. Ju e keni kthyer Vlora Investin sepse ashtu si është shprehur prefektja, ju nuk e qoni dot në ÇKB, se nuk ka marrë ligjmëri, gjithashtu dhe të tjerat. Ja u thash, i ktheni prefekturës 4-5 projekt vendime që të shprehë ligjmërinë. O të thoj janë të ligjme, o të thoj janë të paligjme. Unë i ftoj të gjithë kolegët e pozitës, të gjithë krahun tjetër, mos ta votojnë proces verbalin, t'i rikthehet sepse e bët shkelje në parë me projekt vendime që miratuan. Vazhdon shkeljen prefektura me shprehjen e ligjmërisë. Tani prap po vazhdoni shkeljen duke votuar një proces verbal i cili prap nuk është i ligjshëm. Po gaboni dhe nuk është normale. Po ja u themi, po ja u përsërisim. Do na bëni që t'i çojmë në disa institucione që nuk duam ta bëjnë atë veprim, po na shtyni që të bëjmë. Faleminderit. Zoti Hoxha. Faleminderit zonja kryetare. Atëherë sa i përket asaj që tha edhe zoti Nika, logjikisht për shkak të orientimit që ka bërë prefekti i Qarkut Vlorë, do duhet që sot nga administrata minimalisht të jepë një përgjigje Këshillit Bashkiak sa i përket mos miratimit, dhe është e drejtë ajo që thotë edhe zoti Nika, në qoftë se projekt vendimi është integral, nuk mundet që një pikë e këtij projekt vendimi të jetë i palishëm dhe pjesa tjetër të jetë i lishëm. Ai është një projekt vendim integral i cili përmban disa pika, por që normalisht ne kur votojmë këtu nuk votojmë pika të cilat janë të cituara brenda projekt vendimit. Ne miratojmë projekt vendimin integral. Pra ju paraqesni një projekt vendim, administrata paraqet një projekt vendim përpara Këshillit Bashkiak dhe kërkon miratimin e këtij projekt vendimi si të gjithin. Nuk mundet që të ndahet brenda projekt vendimit që një paragraf është i lishëm apo një paragraf është i palishëm. Në këtë kontekst, unë mendoj që administrata
është evonuar, duhet sot pikërisht mbi bazën edhe të orientimit që ka bërë zyra e prefektit, do duhet ta kishte korrigjuar këtë projekt vendim. Pra, sot Këshilli Bashkiak do duhet kishte një vendimarrje lidhur me projekt vendimin sa i përket palishmërisë së konstatuar nga prefekti i qarkut Vlorë. Unë nuk e kuptoj si mund të jetë i palishëm vendbazimi vetëm për portin e Vlorë dhe portin e Triportin, dhe si është vënë në dieni Këshilli Bashkiak prefekti kur nuk di, si është vendosur në dieni Bashkia Vlorë dhe prefekti dhe nuk di gjë Këshilli Bashkiak, i cili vin këtu dhe ngre kartonin, miraton projekt vendimin i cili i është propozuar. Pra unë mendoj që relacioni i ardhur nga prefekti i qarkut Vlorë sa i përket këtij projekt vendimi dhe këtu insistoj, do duhet me do e mos të ishin marrë masat. Nuk e kuptoj pse nuk janë marrë masat në një administratë e cila ka 1600 punonjës edhe harxhon gati 50% të buxhetit të bashkisë vetëm për rroga dhe tamtame të administratës dhe nuk arrika dot që nga dita që shprehur lishmëria e prefektit që janë disa ditë, mos gaboj janë 10 ditë në të cilat ju keni pas korrespondencën dhe të arritë të korrigjoj këtë projekt vendim. Në të njëjtën kohë është për të ardhur keq që përsëri ne vazhdojmë të shkelim rregulloren dhe ligjin. Në neni 65 e kam përmendur edhe herën e shkuar, kemi miratuar me arrogancë, u thirrën këshilltarët ditën e shtunë në tryeztinë e kryetares së bashkisë, me telefonata dhe kërcënime personale ndaj këshilltarëve që duhet të ishin prezent një ditë më mbrapa pasi patëm atë debati për mos miratimin e rendit të ditës për shkak të tejkalimit të numrit të projekt vendimeve të paraqitura në atë mbledhje dhe me të drejtë dhe këshilltarët e mazhorancës dhe këshilltarët e opozitës nuk ja dhanë miratimin atij rendi dite dhe sërish sot ju vini duke shkelur përsëri në 65 të rregullores, në cilin thuhet shprehmisht nuk mund të jenë më shumë se sa 10 projekt vendime. Sot kemi 14, në të njëjtën kohë keni paraqitur edhe një projekt vendim tjetër, doni t'i bëni 15. Por unë nuk e kuptoj ç'a i nxiton këta zotrinë ose çfarë i bën këta që të bëjnë që Këshilli Bashkiak, domethënë, të zhvlerësohet në këtë farfeje. Por jemi njerëz ne këtu, votojmë, kemi përgjegjësi edhe juridike, edhe morale, edhe politike. Unë nuk e kuptoj të thuhet dhe të stërthuhet që jeni në shkelje të rregullores, të neni 65 në cilin thuhet artimi dhe miratimi i rendit të ditës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Pika 2. Numri projekt vendimeve të përfshira në rendin e ditës në çdo mbledhje të mos jetë më shumë se 10. Ndërkohë që për projekt vendime që përfshin buxhetin, paketën fiskale, dhënie me koncesion, partneritet publik-privat, analizët e ekzekutivit, të cilat sot ne i kemi analizët e ekzekutivit, nuk duhet të jenë më shumë se sa 5. Nuk e marr vesh, domethënë si mundet të vim ne sot këtu dhe të bëjmë sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, të vazhdojmë në arrogancë dhe palishmëri. Ne, zonja kryetare, ju drejtojmë ju, ne jemi një institucion i pavarur, nuk varemi nga ekzekutivi që e drejton zonja Mersini. Në qoftë se kjo zonja, që nuk është sot prezent, që shkelet përsëri rregulloria, në të cilën thuhet që projekt vendime të paraqitura nga kryetare e bashkisë duhet të paraqiten dhe të mbrohen dhe të argumentohen nga kryetare e bashkisë, të riqen nga rendi ditës. Atëherë i bie që gjitha këto projekt vendime të kundërfirmosura nga kjo zonja sot, që nuk është sot prezent, të riqen dhe kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak praktikisht të mos zhvillohet, sepse gjitha këto projekt vendime janë kundërfirmosur nga kryetare e bashkisë. E thot ligji, nuk e thot Atir Doxha, as opozita. Dhe unë për këtë jam i bindur që edhe kolegët këshilltarë të Partisë Socialiste e kuptojnë shumë mirë, që këtu jemi duke ecur mbi bazën e një arrogance të paprecedent ndonjëherë më përpara. Kemi pas debate në këtu. Kemi pas debate, po jemi marrë vesh edhe me ju si kryetare, edhe me kolegët socialistë, edhe me kryetarin e grupit të mazhorancës, po që pa falshme. Do me thënë, vazhdojmë sjellim 15 projekt vendime, se s'ka gjë, kush i pyet ata atje. Ua kam thënë dhe herën e shkuar, çfarë të keq e ka që ky këshill të mblidhet 2 herë në muaj, meqense pas ka kaq shumë prodhim projekt vendimesh, edhe kaq shumë merak zonja që duhet kalojnë. E lëm dhe në ditën e fundit. Ditë e fundit sot 31, që për kush e di se për çfarë arsye mund të shtyhet kjo mbledhje apo të mos zhvillohet, të digjet edhe ndihma ekonomike. E cila unë mendoj që duhet të jetë mbledhja të paktën 5-6 ditë përpara, që për çfarë do lloj eventualiteti dhe si këto diskutime, ne të paktën kemi mundësi që të korrigjohemi. Tani këtu vim 15 projekt vendime sot, zonja nuk vjen fare, e cila ka detyrim ligjor që të vide të mbrojë projekt vendimet që ka kundërfirmosur këtu, dhe ne i bie që në bazë të rregullores, gjithë projekt vendimet e firmosura nga zonja të triqen sot dhe të paraqiten në mbledhjen e ardhshme. Dhe nëse ajo nuk është në mbledhjen e ardhshme, ta autorizoj një nga nënkryetarët që të bëjë mbrojtjen e projekt vendimeve. Domethënë, unë nuk e di, bie sikur këtu tani ne vim dhe që jemi të punësuar apo të detyruar që të vi zonja dhe të bëj çfarë të doj. Unë mendoj që ne duhet ta fusim mbledhjet e Këshillit Bashkiak, ti fusim në shinat e lishmërisë zonja kryetare, sepse është në nderin e të gjithëve ne.
Thash dhe njërë, edhe për shkak të profesionit, po edhe të përkatësive politike. Nuk mundet një njeri të sjellë këtu 51 veta t'i kapi e të bëj si të doj. Në çfarë dite të doj, në çfarë ore të doj, edhe si të doj me arrogancë. Është e pafalshme. Unë kërkoj që të paktën për këto, që thash dhe mendoj, thash dhe njërë, që gjej konsensus edhe tek këshilltarët e mazhorancës, është e pafalshme që të tallen këshilltarët që duke sjellë këtu 15 projekt vendime. Po për çfarë duhen këto 15 projekt vendime? Të bëjmë 2 mbledhje në muaj, çfarë problemi ka? Faleminderit. Faleminderit nderuar zoti Hoxha. Pa zoti Moshka. Do të nisem vetëm nga pika që citoj zoti Hoxha që është e vërtetë e kemi gjetur shumë herë konsensusin dhe shumë mirë do ishte që të gjenim konsensusin, se në fund fare nuk është çështje politike, është çështje vendimarrje për vendime që i përkasin qytetit dhe qytetarëve të Vlorës. Normalisht edhe mund të organizohet mbledhja apo të ndahet rendi ditës kur rregulloria përcakton në 2 mbledhjet një pas njëshme. Nuk ka asgjë të keqe të mbledhemi 2 herë, por meqense jemi para faktit dhe meqense nëse do të shikojmë projekt vendimet, do na duhet marrim një vendim sot i bie që të heqim vendime që i përkasin drejt për drejt qytetarëve. Janë 2 projekt vendime për ndihmën ekonomike, 2 projekt vendime për miratimin e listës emërore të familjeve që përfitojnë banesë me kosto ulët, projekt vendimi për miratim vlere financiare të dëmeve të shkaktuara. Kështu që e thash dhe në fillim, citova në fillim, të fillojmë nga konsensusi, le të kalojmë dhe këto projekt vendime se në fund fare janë projekt vendime që i përkasin qytetarëve, se nëse do i përcaktohemi vetëm rregullore strikt dhe do marrim vetëm projekt vendimet me arsyetim financiar, do shtym kot projekt vendime që kanë të bëjnë drejt për drejt me qytetin. Dhe jam dakord pastaj që dhe administrata dhe ju zonja këshilltare, por dhe me sekretarin që të zgjidhni apo do emëroni, nuk e di sot, besoj, duhet ta organizoni më mirë punën e organizimit të këshillit. Tashmë qenë se kryesia ka rënë dakord që të kalojnë këto projekt vendime, kërkoj po atë konsensus që citova në fillim që të vazhdojmë me dhe mos heqim kot projekt vendimet që i përkasin drejt për drejt qytetit. Dhe nga ana tjetër duhet mendoj se ka ardhur koha ta rishikojmë pak të rregulloren se dinamika që ka qyteti i Vlorës këto momente çon që në çdo mbledhje të kemi shumë apo në çdo muaj të kemi shumë projekt vendime. Dhe nuk mund ngelmi pengë rregulloreve të cilat përcaktojnë apo dhe nuk janë të provuara në praktik, për rregulloret që kanë ardhur në teori dhe nuk janë të provuara në praktik dhe që na kufizojnë. Në fund fare, ne jemi këshill që duhet të operojmë me hapin e zhvillimit të qytetit, që do të thotë të marrim vendime për zhvillimin e këtij qyteti.